Dhe do kemi festivalin nga data 15 deri me datë 20, apo 6 net, plot teatr, plot kulturë. Kë presim të shohim? Po ne, ashtu kemë bërë një lloj gjeografie të quaj, ne do të hapim festivalin me një premierë që është në përfundim e sipër. Më 15 do t'jenë shfaqja jonë, do më thënë e punuar nga teatri i qytetit në regji të Afidës. Është një, të them ashtu, një shfaqje vetmi në perëndim, autori jashtëm, e cila gati si ka përfunduar, por në 15 do t'jetë premiera, që presim mysafir, presim gjithçka. Në mesin e tynëve te skale do t'jetë prezent edhe vetë ambasadori i Republikës Shqipërisë në Beograd, doktor ambasadori i Bardhyli Samaj, kurse natën e dytë teatri kombëtar do t'jetë me shfaqjen Art, nata e tretë na vjen nga Gostivari, nata e katërt është Gjilani, natën e pestë do të kemi Tetovën, dhe nata e fundit përmbyllëse do t'jetë me Tiranën. Kështu që është një gjeografi, ta them ashtu, një gjithë përfshirje që të gërshetohen vlerat, të njihemi më shumë, të vllazërohemi më shumë dhe të kalojmë sa më mirë, domethënë këto 5 net të festivalit Ditë e Komedisë Shqiptare.